Sot do të flasim për serialin I cili ka bërë bujë, jo vetëm në Turqi, por edhe mbar botën. Bëhet fjalë për serialin Sevdim Sensin, I cili është një serial turk dramatik romantik që përqendrohet tek dashuria, familja dhe konfliktet emocionale mes personazheve kryesor. Historia sillet rreth një dashurie të ndërlikuar mes dy personave që vijnë nga botë të ndryshme. Ata përballen me pengesa familjare, sekrete të së kaluarës, sakrifica personale për dashurinë. Dashuria e tyre testohet vazhdimisht nga rrethanat dhe njerëzit përreth, duke krijuar shumë tension emocional dhe kthesa dramatike. E lindur dhe e rritur në një kasolle malore, Dicle bën një jetë të robëri për shkak të presionit të vëllezërve të saj të pamëshirshëm. Ajo kur nuk ka shkuar përtej kopshtit të kasolles, ku jeton me nenën e saj dhe ka mbetur e huaj për botën. Një ditë, për shkak të tërmetit në rajon, rruga e saj kryqëzohet me Erkanin, I cili lë pas jetën e tij të rehatshme në Stamboll dhe bëri shërbimin ushtarak me një borxh ndërgjegjeje. Fati e lidh rrugën e Dicle dhe Erkan me gjakun e derdhur, dhe Erkan detyrohet të martohet me Dicle për ta mbrojtur atë nga vrasja e nderit. Ndërsa Dicle mendon se kjo martesë është e vërtetë me zemrën e saj të pastër. Një martesë tjetër e planifikuar nga familja e tij e pret Erkanin pas kthimit të tij nga ushtria. Erkan duhet të çojë Dicle në Stamboll për t'i shpëtuar jetën, e cila fatkeqësisht është një analfabete. Dicle po lëkundet përballë botës krejt të re në Stamboll, si do t'ia shpjegojë Erkan familjes së tij këtë martesë të detyruar. Ekuilibri përmbyset kur Erkan sjell Dicle në rezidencë. Erkan përpiqet të fsheh faktin se ai u martua me Dicle si nga familja e tij, ashtu dhe nga familja e Burçinit. Martesa e cila u shfaq në një kohë të shkurtër shkakton një stuhi të madhe në familjen Aldur. Erkan, I cili ka një përballje të ashpër me babain e tij, përballet me një reagim të ashpër kur thot se nuk dëshiron të martohet me Burçin. Si rezultat I debatit të madh, Erkan merr një vendim radikal për të marrë Dicle me vete dhe largohet nga shtëpia. Dicle, e cila ndeshet me fytyrën mizore të Stambollit për herë të parë, lufton në mes të një jete që nuk e njeh, por përpiqet ta mbajë njeriu që mendon se është streha e saj e vetme. Erkan nga ana tjetër vendoset përkohësisht diku me Dicle për të vendosur se çfarë do bëj. Ndërsa Esat po bën plane për të kthyer Erkanin në shtëpi, Inçi harton gjithashtu një plan tjetër, sekret nga Esat, që do ta kthejë Erkanin në shtëpi dhe do të heqë qafe Dicle. Vizitorët e papritur në dyert e tyre do ta çojnë Erkan dhe Dicle në një rrugë pa krye. Në episodin tjetër, Erkan detyrohet të negociojë me Ferman për të shpëtuar jetën e tij dhe jetën e Dicle. Si rezultat I këtij pazari, ai kthehet në rezidencë me Dicle. Megjithatë, ata nuk janë vetëm. Xhivan depërton në rezidencë si shofer për të fshehur identitetin e vëllait të tij dhe për të parë Ferman. Qëllimi I tij është të marrë masa paraprake kundër përfundimit të martesës së Dicle dhe Erkan. Esat dhe Inçi, nga ana tjetër, janë të lumtur që djali I tyre është kthyer në rezidencë si rezultat I planit të tyre. Edhe pse Dicle përpiqet të përshtatet me jetën e rezidencës, ajo has shumë vështirësi dhe pengesa edhe këtu. Pengesa më e madhe është Inçi dhe planet e saj, të cilët nuk e duan atë. Kur familja Aldur fillon përgatitjet për divorcin e Dicle dhe Erkan, ata kuptojnë se ky proces nuk do të jetë aq I lehtë sa mendonin dhe fillojnë të marrin masat e tyre për t'i dhënë fund martesës. Erkan është I mbërthyer midis procesit të divorcit me Dicle nga njëra anë dhe përgatitjeve të pandërprera të fejesës me Burçin nga ana tjetër. Meqense ai nuk mund t'ia shpjegonte qartë çështjen e divorcit Dicle që në fillim ati u desh të përdorte një metodë tjetër, edhe nëse nuk donte. Ai mendon se kjo metodë nuk do të mësohet nga Dicle dhe vëllezërit e tij. Ndërsa Dicle të riqet zvarë në një shkatrim të madh emocional, kjo situatë e çon Erkanin në një pikë krejtësisht të ndryshme me Burçin. Martesa e Dicle dhe Erkan, të cilën askush përveç familjes Aldur nuk e njeh, rrjedh në shtyp përmes Tahirit dhe përhapet në të gjithë vendin në një kohë të shkurtër. Ky lajm është tronditja më e madhe e jetës së saj për Burçin,
Diçle nga ana tjetër është e shkatëruar kur mëson se dokumenti që Erkan kishte nënshkruar është një letër divorci. Me dhimbjen e mashtrimit, krenaria e saj lëndohet dhe nderi saj thyet. Tani ajo është e vendosur t'i japi fund kësaj martese sa më shpejt jetë e mundur. Erkan përpiqet t'i tregojë Burçinit të vërtetën. Megjithatë, këtë herë është Burçin ajo që vendos kurthin. Ajo dëshiron që fejesa të mbahet menjëherë dhe t'i tregojë të gjithëve se ajo është nusja e vërtetë. Që kjo të ndodhë, Diçle duhet të shpjegojë se martesa është një formalitet natën e fejesës. Ceremonia e fejesës, e cila zhvillohet në hijen e kamerave të revistës, merr një dimension krejtësisht të ndryshëm me deklaratën befasuese të Diçle. Historia e jetës së saj depërton në të gjithë. Momentet kur ajo thot se martesa është e detyrueshme, thyen zemrën e saj. Në fund të natës, vendimi papritur i Diçle për jetën e saj është fillimi i shqetësimit të Erkanit. Erkani, i cili mëson për vendimin e Diçle dhe Kadir për të martuar, fillon të pyes veten për herë të parë për Diçle me një shqetësim për të cilin ai nuk mund ta përmend arsyen. Edhe pse ai ende nuk i ka kuptuar plotësisht ndjenjat e tij, ai është vazhdimisht pas Diçle dhe pret një shpjegim prej saj. Në të njëjtën kohë, fakti që Kadir nuk e di pse e mori këtë vendim dhe se vendimi u mor në një mënyrë të pavarur prej tij është një tjetër çështje që i gërryen zemrën Erkanit. Megjithatë, këtë herë Diçle është e vendosur. Ajo nuk i jep rëndësi Erkanit. Erkan nga ana tjetër përpiqet të rivendos intimitetin e tij të vjetër me Diçle dhe dëshiron të fitojë zemrën e saj. Me drejtimin e dikujt që duket se është një mik në familje, por në fakt jep këshilla në përputhje me interesat e tij, Diçle vendos të qëndrojë me këmbët e saj dhe fillon të punojë në kompani. Përveç përmirësimit të shkrim leximit të saj, ajo gjithashtu fillon të mësojë për jetën e biznesit. Për herë të parë, ajo ndryshon rrobat dhe bën një hap për të ndërtuar një identitet të ri për veten e saj. Ndërsa lufton me thyerjen e zemrës së lënë nga Erkan, forcimi i Diçle, e cila shpreson të rindërtojë jetën e saj, rrit zemërimin e vëllezërve të saj kur mësojnë për vendimin e saj për të martuar me Kadir. Në veçanti, plani i errët i Ferman me Fikret, armikun e madh të familjes Aldur, do ta kthejë jetën e të gjithëve përmbys dhe do të shuaj përsëri shpresat e sapo lindura të Diçle.